Kush ma kesë unë e besëmi se ka fillu jetës teatri. Monodrama e ikonës së aktrimit Adem Mikulovci që u shfaq në sallën e teatrit në Gjakov, mblodhi një numër të madh publiku, të cilët u argëtuan shumë me interpretimin e aktorit. Me dora për para, e ta shpilë më në gjaz? Vetë autori mes emocionësh tha se ndihet i lumtur që pati rast të luajë përpara publikut gjakovar. Ta shpilë në teatër, një jabë ditë që s'mu societarë, a këtë më shikoj, ta, po. Unë në këtë skenë kam lutë shumë herë bashkë me lezër me aktor tjerë, për mrekulli, vetëm që sunte pak te për shikus, a kjo dramë është dramë kamertale, që faqe kamertale skenës vogël, me në Prishtinë Luna skenë vogël, ku janë 60-100 shikus, që ma tepër, është që faqe ma intime, e aj intimitet, aj interpretimi kamertal pa ka mungu sunte, dhe pendi vetëm pak edhe si fajtor për këtë punë, po rreth e mund vetën. Publiku në Gjakov e di rëndësinë e çdo aktiviteti nga fusha e artit dhe është shumë qytet i qelluar për një organizim të tillë, u shpreh drejtori artistik i teatrit kombëtar. Sonte kisha një impresion shumë të veçantë, do të thoja, dhe këtë jo vetëm që e sjell natyrisht aktori, po para se gjithashtu fjalën e kam për një publik i cili më bëri të ndjehem me shumë emocion, sepse shumë rrallë ndodh që të shohim publik i cili ka ndje nevoj që të futet brenda në sallë dhe të mos i absorboj gjithë atë numër të madh. Salla, pavarësisht se kjo është një prej sallave më të mëdha që kemi, ndoshta është më e madhja, dhe të mos i absorboj salla të interesuar për të ndjek shfaqjen e teatrit kombëtar të Kosovës. Qyteti i Gjakovës ka një traditë shumë gjatë në zhvillimin e artit skenik, është teatri i dytë profesionist dhe unë dëshiroj që ky qytet me traditë, kjo skenë me kaq traditë vazhdoj do të thotë të haproj krah për krah skenave, jo vetëm me skenat në Kosovë, po edhe me skenat në regjion. Të pranishëm në shfaqje ishin edhe shumë aktorë të njohur nga Gjakova dhe qytete të tjera, të cilët e përcollën me shumë emocion lojën e aktorit. Ndërsa sonte para publiku do të paraqitet trupa e teatrit të Vushtrisë.